Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Ndodhit politike në region, posaçërisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për ditë më tepër, sa mendor se ka zgjidhje, ajo vetëm po ngarkohet me telashe. Pse vonohet krijimi i Vlen? Flasim për bllokun politik shqiptar tonë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, cila është pjesë e qeverisë. Unë kisha thënë se shpërbërja e koalicionit Vlen është reale, jo teorike. Të ndalemi pak në disa fakte. Besa nuk pranon zgjerim pa merit. Pra, mbi bazën e saj të shtrirjes territoriale që ka këtu edhe 10 vjet më parë. Dhe këtu është vija e kuqe se përket Besës. Vlen është koalicion artificial, i ndërtuar më shumë kundër dikujt se sa mbi programet e përbashkëta. Aga Izet Mexhiti, kështu e thrasin në Shkup, është figurë dominuese, por pa kontroll total mbi partnerët. Nëse s'ka marrëveshje për lista, ndikim dhe përgjegjësi, atëherë kuptohet se do të ketë plasaritje. Cilët mund të jenë skenarët realist? Është një pazar politik i brendshëm për të mbijetuar edhe zgjedhjet parlamentare, por do jenë me tensione. Dhe ky koalicion do jetë afat shkurtër. A mund të del Besa? E kemi përmendur disa herë në këto podcaste. Dalja e Besës shumë e mundshme nëse do e ndi vetveten e nënshmuar dhe kjo do pëson seriozisht Vlen. Shpërbërje pas zgjedhjeve. Edhe nëse shkojnë bashkërisht tani, ndarja më vonë është pothuajse e sigurt që thot Mesut Shabani. Pra Vlen nuk është koalicion stabil. Nëse nuk ka barazi reale dhe respekt për peshën elektorale, shpërbërja është vetëm çështje kohe. Unë do kisha thënë juve dhe gjithë atyre të tjerëve të cilët më përcjellin. Sa deputet shqiptar mund të zgjerë zona 2 e Shkupit? Maksimumi 5. Sa deputet shqiptar mund të zgjerë zona 6 ku Tetova vetëm si qytet, pa 5 komunet rurale mund të zgjerë 15. Shumë dallimi i madh. O aga Izet Mexhiti. Pra, Izet Mexhiti me partinë LD për 2 vite kalendarike nuk bëri as edhe një deg në Tetov. Kështu që provon në emër të diçka e më të madhe të kap pozicione së bashku me 300 tjetër, pra LD e tij, AA Bekim Sali dhe kuptohet askush se di Arben Fetajn cilës parti i përket. Unë shë thënë VMR dhe PMNS. Ky fakt qëndron politikisht dhe është argumenti fort. Pra, LD Izet Mexhitit nuk ka rjetë real në Tetov. 2 vite pra, e thamë edhe më lartë, asë një deg funksionale. Dhe në rast, nuk janë të rastësi, janë dështim organizativ total. Pa teren nuk ke pesh. Politika nuk bëhet nga studiot e Shkupit, televizive. Posaçërisht, pa Izetin kohëve të fundit filloi të del më tepër në ato në llokun e gjuhës maqedonase, mediave se sa në ato shqipe. Prandaj po tenton të mbëlohet pas kauzës së madhe, më thojza Vlen, për të kapur pozicione që nuk i fiton dot vetë. Çfarë po ndodh realisht? Pra, Izet Mexhiti LD treshin nga Shkupi së bashku me Izetin, kërkojnë kuota dhe poste përmes koalicionit, jo përmes votës. Të mbështetin shqiptarët e Shkupit e treshja e Shkupit plus Arben Fetaj, vallai është vështirë. Unë tash nuk do e keq përdore, po edhe përmendi një intervistë të cilën e ka dhënë për televizionin shqiptar viteve 93-94 Arben Xhaferi. Intervistuesi kam qenë unë, isha korrespondent i RTS-s, në kuadër të RTK-s, brenda RTS-s. Nga Shkupi nuk bëhet as Tetova, as Gostivari, as Kumanova, as Ohri, as Struga, as një pjesë shqiptare. Nga Tetova e cila ka tradit për shumë çka, bëhet edhe Shkupi, bëhet edhe Kumanova, bëhet edhe Gostivari, bëhet edhe Ohri, edhe Struga e kështu me radhë. Por ja, erdhën vitet e tjera, viteve 2001 këndej, dolën disa më të meqër se Arben Xhaferi në thojza dhe e prishën këtë që i shkon për shtati pushtetit Maqedonas. Vetëm Tetova të mos jetë. Në Tetov, LD-ja është 0. LD-ja është 0. Pra, krijohet një pabarazi. Unë do doja, nuk jam me Besën, po do doja që ata të kenë një narrativ. Pra, ata që kanë teren, pse më i kanë edhe fjalën kryesore.
Dhe tash po shtyhen me njën nga ata që kanë vetëm emra, ata që s'kan terren. Pra, arsye se besa rezistoi dhe reziston ka. Pse vonohet atër krijimi i? Nuk dhe të legjitimohet dikë që s'ka bazë lokale thonë nga besa. Nëse kjo vazhdon, përplasja është e pashmangshme. Ose Izet Megjiti duhet të rriqet, ose dikush del nga vlen. Pra, dijon. Pra, përmbledhja në fund del pa dek, pa antërsi, pa terren, pa të drejtë për dominim, koalicionet që njërojnë këtë rregull qahen nga brenda. Kjo ishte kaq se përket pse nuk po krijohet vlen dhe ka përçarje dhe a do shkatërrohet. Stojilkoviqi, i cili zëvendësoi Artan Grubin në postin e tij, ishte këtyre ditëve në një aktivitet në Republikën Srpska. Dini kush është Stojilkoviqi? Zëvendës kryeministri në qeverinë e Mickovskit. Ku morën pjesë në një aktivitet në Republikën Srpska, ku morën pjesë edhe ujqrit e natës të Putinit. Ja çfarë thot LSDM-ja. LSDM-ja thot, në një postim në rrjetet sociale, Stojilkoviqi madje mburret se i vetmi person që mori pjesë në këto aktivitete më shumë se ai ishte vetëm Nikola Selaković, ministri serb i kulturës, i cili akuzohet për skandalin me shtabin e përgjithshëm dhe për cilin është caktuar një gjyq për 4 shkurt 2026. Pra, kjo vjen pas një skandali të madh korrupsioni. Dini se Jared Kushner dhëndri Trumpit të tërhoq nga Beogradi me kompaninë e tij për shkak të korrupsionit dhe krimit. Është filmi mafios për cilin po flasin partnerët e tenderit e Mickovskit, Maksimi dhe Znam. LSDM-ja thotë, nuk e them. Kjo nuk është rastësi, kjo është provë gjithçka që thotë SDSM dhe e lidhjes midis VMRO-s së Mickovskit dhe SNS të Vučićit. Bile atë që si prioritet e caktoi Ballkanin dhe Kosovës posaçërisht në buxhetin e saj të Bashkuar të Amerikës dhe në ndikimin e saj politik, tek do jep rezultate. Mbase nuk i shkruhet mirë edhe Mickovskit edhe Vučićit. Së bashku ata shpallën zgjedhjet në Krishtlindje, festën më të madhe të krishterë. Vetëm Vučić një orë para Mickovskit kjo ishte ndryshimi. Po e bëjnë së bashku Kopjo dhe Ngjit. Ata në gjithashtu bashkë me ujqrit e natës të Putinit, a ka ndonjë që nuk kupton tani thot LSDM-ja. A është Stojilkoviqi një oficer ndërlidhës me SNS dhe Rusisë në qeverinë e Mickovskit? A edhe njerë. A është Stojilkoviqi një oficer ndërlidhës me SNS-n e Vučićit dhe nëpërmes Vučićit Rusinë në qeverinë e Mickovskit? A është fushata anti-be e qeverisë së Mickovskit izolim i qëllimshëm për të vazhduar tenderet kriminal e qartë për të gjithë tani? LSDM-ja tha. Dhe unë pajtohem plotësisht. Me atë se si vepron Mickovski kohët e fundit dhe si mundohet që të ketë ndikim të madh dhe të fshi politikën shqiptare, sepse shqiptarët janë të organizuar HPR, keqja mirë nëpër parti politike, ai do që të mos jenë në koalicione dhe për zgjedhje ai të caktoj kë dhe çfarë do bëj me shqiptarët. Sipas asaj që është duke bërë, ai është duke hekur çdo gjë që ka të bëjë me të drejtat dhe lirisë shqiptare. Bile nuk është duke respektuar as kushtetutën. Drejtë e tij sepse ja kanë mundsuar edhe partnerët shqiptarë. Nuk them se nëse dalin partnerët shqiptarë nga koalicioni, ai mund ta bëjë qeverinë edhe pa shqiptarët. Mund ta bëjë. Por a do jetë efektive dhe pasohet, ai i di sepse ja kanë thënë edhe ndërkombëtarët. Kur unë e di si Mesut Shabani, atëherë çka mbet ai si kryeminist? Nuk është okay, por ne vazhdojmë më teje. Mos u çuditni, do ndalemi pak edhe në atë çfarë ndodh nëpër botë. Një lajm që jam ka gëzuar, po më ka shtyrë që të interesohem pse gratë iraniane në protesta në Iran. Po ndezin cigare nga fotet e djegura të Khameneit. Dhe kjo del si fytyrë e re e protestave. Dini se ato, po nuk u doli suksesshëm këto protesta që po mbahen, do jenë të pushkatuara. Pra, është vërtet rënqese se si gratë rrezikojnë më tepër se sa burrat në Iran. Vazhdojmë më tej edhe pak, rruga e banjës tha në mbrëmje, Bilal Kasami është liruar. Mirëpo si pasojë rreshëve të shqyt, ende ekziston rrezik nga shembje dhëdh dhe gurve. Bilal, ti je i pari i komunës. Është problemi yt se si do ta zgjidhësh. A do ketë brenda ditës apo brenda natës rrshitje, është problemi i ekipeve tua. Pse paguhen ato me taksa paguesi? Për të pastruar. Shqyqir qera kjo borë sot në Tetov dhe
nuk ka pluhën. Një prej vërejtjeve jo më të mëdha të dy mandateve tash të Bilalit dhe të mandateve të dy të Tutarifit ishte mospastrimi i rrugëve, pluhur i madh në rrugët e Tetovës. Asnjëherë nuk i lau Bilal të sa më del vetëm bën disa fotosesione, diku e merr edhe vet për të la rrugët dhe ka ndalen me aq. Aty ka qendra. Pra, pluhur i madh. Shiqir Qirabora dhe ne pasur pra të varët i do Zoti. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.